Nuk konfiskon byroja. Do të bëj hetimin preliminar. Më thonë nuk konfiskon byroja. Byroja nuk konfiskon. Nuk konfiskon. Gjykata e ka epilogun përfundimtar. Kontrollimi i pasurisë ministrave aktual. Olli unë që i thoni publikut konfiskon. Po ja bëjnë pyetje, nuk u morën më mirë me ty këtu. Jo. Serim me dhënie, ta se po përmendet shumë e ka përmendur edhe kryeministri Kurti, përmendet zoti Qorolli. Byroja që ka me themelu VB-ja nuk e konfiskon pasurinë e kërkuj. Me ligj. Me ligj, byroja nuk konfiskon pasurinë e kërkuj. Byroja që në rastin gjykatë, gjykatat vendosin një. E para nuk konfiskon. Unë i kam thonë edhe në kuvent, titulli i ligjit o gabim, byroja për konfiskim, s'është për konfiskim, s'konfiskon. Nëse mundet me konfirmu zoti Qorolli, do të ma thotë, po nuk është ashtu, nuk konfiskon. Ne kemi kaluar në komision të ligjeve, ministra e drejtësisë neve na ka thonë nuk konfiskon byroja. Prandaj mos ti shesin publikut diçka që s'është. Nuk konfiskon. Vigan? Atëherë byroja për konfiskimin, ne tashmë është një debat, ne jemi në adrenalinë elektorale, për sigurisht që byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme ose zyrtarët e byros, drejtoria e byros, mekanizmi i byros do të bëj hetimin preliminar dhe sigurisht që vendimi përfundimtar për konfiskimin e SOSE-ju, kuptimin e mbrojtjes drejtave lirive, sa i takon të drejtës për pronë, sepse po flasim për drejt për pronë, që është një kategori kushtetuese do t'i takojë gjykatës. Do të thonë nuk konfiskon byroja. Byroja nuk konfiskon. Jo, unë e sqarova fillimisht. Nuk konfiskon. Thash që vendimin përfundimtar. Konfiskon gjykata, po. Vendimin përfundimtar. E merr gjykata. Faleminderit, koha Labinotit. Mos bën vesh. Labinot? Konfiskon byroja, s'po thon kur gjë. Unë që 3 muaj debatoj me ty, byroja nuk konfiskon. Gjykata e ka epilogun përfundimtar për sa i takon drejtës së byroja nuk konfiskon. Nuk konfiskon. Urdhno, Labinot. Byroja kombëtare për hetimin e korrupsionit ka qenë ide politike dhe juridike lidhjes demokratike të Kosovës vite më parë. E kemi përkrahur edhe kur kemi qenë në opozitë dhe do të vazhdojmë ta përkrahim sepse Lidhja Demokratike e Kosovës beson në luftimin e krimit dhe korrupsionit dhe sidomos të korrupsionit politik. Por shumë mirë që përfundimisht lëvizja e vetvendosit po e konfirmon që ligjin që e kanë çuar dhe e kanë aprovu nuk e ka atë synim sepse vendimin e merr gjykata. Dhe kjo është fakt sepse është e shkruar e zeza në të bardhën në ligj. Por ajo që ndodh me këtë byro është natyrisht që po përdoret për qëllime elektorale, sepse ajo që duhet me ndodh mas pari është kontrollimi i pasurisë ministrave aktual dhe deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, që natyrisht nuk kanë asnjë qëllim politik për ta bërë këtë gjë. Me qenë se pjesa parë këtij emisioni po ndalet këtu, atëherë marozi i partive, kolegëve të partive opozitare është pikërisht e byroja. Dhe kjo tregon shumë për të vërtetën. E vërteta në këtë rast është vetëm një dhe e pandashme që për mos sinqeritetin e juve. Labinot, Lele ta përfundon. Ke mundësi me marrë fjalën tonë. Atëherë jeta byroja, shiko se dizajni ligjor i byros nuk kupton që byroja, thash drejtoria e byros, krejt mekanizma shtetëror, cilët do të bëjnë identifikimin e pasurisë pa justifikueshme dhe brenda kësaj strukture, gjithë mekanizmat të themeluar me ligj, gjithmonë mbrojtja elementare e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Nuk kupton pas standardit Strasburgut që diçka që do të bëhet duhet të jetë themeluar me ligj. Meqense kjo byro do të jetë themeluar me ligj, atëherë kjo do të ka tagrat gjithmonë të hetimit, por vendimin përfundimtar, thash, do ta merr një gjykatë kompetente, po kështu e themeluar me ligj sepse nuk ka nëse do ta bënim na që byroja do të merrej me pasurisë që do ta ndoshta më fuqishëm me ta. Faleminderit Dogan. Po shfrytëzoj kohën time, po ja bëj. Ja, veç pa. Ja, veç Olli unë që i thoni publikut konfiskon. Po ja bëjnë një pyetje. Unë s'po shfrytëzoj kohën, po ja. Në hall se merrni non stop me. Labinot, veç pak. Veç pak. Ja, po ta bëj një pyetje, zoti Qorolli. Qysh, cilat janë ato mekanizmat, qysh, për shembull, merr një rast hipotetik, qysh kime verifiku pasurinë dhe konfiskimin. Se leto mi thonë ato fjalët, mi thonë mekanizma drejtoria, tregana konkretisht qysh kime jetu dikan për mja konfisku pasurinë në fund. Unë nuk kam mjet më të fortë sa gjua, nëse kolegu nuk e kupton gjuhën atë. Jo, s'e kuptoj sinqerisht se qytetari duhet me kuptu gjuhën për qysh kime bën. Jo, me qytetarin ato mirë, se nuk u marr më mirë me ty këtu. Ja, dëgjoj, lutem. Jo, çka u bën? Nuk jam të mirë me ty, jam të mirë me qytetarin. Po të pës, atëherë shpjegoj. Po ai ta e kolegut. Kush nuk po përgjigj,